الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Falëndërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin tonë alayhis salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati I dashur, sot është dita e xhamon dhe ne elhamdulillah që e kemi shëndetin dhe kemi mundësinë për me ardhë e me dalë e me falë namazin në xhamas. Duhet të falenderojmë Allahun e Madhnueshëm çdo për gjitha ato të mira neve që na ka dhënë dhe se muslimani duhet jetë mirënjohës, me thonë elhamdulillah, me marrë këtë shprehje, me përdor këtë shprehje xhamat, jo vetëm me thonë elhamdulillah, po me përjetu për gjitha ato të mira Zoti neve që na ka dhënë. Prandaj në këtë ditë xhamaje ne lutim Allahun e Madhnueshëm të ban kabul namazin e xhamas. E lusim Allahun e Madhnueshëm që të sëmurët tanë të I shëron, e të vdekurit tanë të I mëshiron, e të I ban varrët e tyre një kopsh nga kopshat e xhennetit. E lusim Allahun e Madhnueshëm neve të na mbron nga borxhet, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na mbron e të na ruan nga azabi I varrit. Dhe mbi gjitha xhamat, lusim Zotin që përfundimi jon prej kësaj bote mu ka një përfundim I mirë. Me dal me iman prej kësaj bote duke shqiptu fjalën La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Zoti na bëft nasib gjithëve xhamat. Dijavët e kaluara xhamat përmendëm çfarë prish zemrën e një besimtari, edhe përmendëm cilët janë ato urtësitë e të dëgjuarit të mirë dhe kujdesi që veshi jot dhe veshi jem mos jetë viktim e çfarë do fjalë që folet. E inshallah këtë xhamat do të përmendim se si vije pra prishja e zemrës përmes gjuhës. Do e fillojmë xhamat me një fjali të Imam Gazalit. Imam Gazali në librin e tij Ihya Ulumuddin ka thonë kështu: Gjuha është një dhuratë e madhe nga Allahu. Gjuha është një dhuratë e madhe nga Allahu xhamat. Këtë dhuratë të madhe duhet me ia ditë na vlerën, duhet me falënderuar Zotin xhamat. Mendoje me një situatë ai I cili nuk mundet me fol. Ndërkaq neve Zoti na ka dhënë këtë mundësi dhe na tani pra po folim. Është një dhuratë e madhe nga Allahu. Pastaj ka thonë edhe pse e vogël në madhësi, për nga pamja, krimi I saj është I madh. Këtë fjalë ka thënë Imam Gazali, sheku I para se të dije se gjuha është muskuli më I fortë në trupin e njeriut. A ki pa xhamat, edhe ai që janë shumë I plak, mplet shini goja që s'ta merr menja I vën kuveti për me fol. Këtë në të në anë dopsohet, goja s'nalet heq. Është muskuli më I fortë e ka vërtetu pra shkenca në këtë rast kur bëhet fjalë për gjuhën. Prandaj Zoti xhamat neve si qenje njerëzore na ka dalluar me të tjerët, nga krijesa të tjera pra nga kafshët, na ka kriju me të folurit dhe me artikulimin e fjalive tonë. Zoti në Kur'an ka thënë ai I ka krijuar njeriun dhe e ka mësuar atij të folurit e qartë. Zoti na ka kriju neve dhe na e ka mësuar për të folurit e qartë. Prandaj xhamat, gjuha ka potencial të madh
për t'i shërbyer të mirës. Mendoje, mua dhe ti, Zoti, më na dhon këtë mundësi xhamat. Mu kanë në shërbim të së mirës. Me këtë gjuhë të cilën ne folim dhe shqiptojmë xhamat dhe tingulli jonë dëgjohet, çfarë themi unë dhe ti, pra, e lavdrojmë Allahun e Madhnushëm. E lavdrojmë Allahun e Madhnushëm në forma të ndryshme. Pastaj i nxisim apo i motivojmë të tjerët për të bërë mirë. Po të njëjtën kohë ka potencial të madh edhe për të bërë shumë fesat. E ki fesat xhamat bëhet normal. E kemi parasysh, jemi duke folë për gjuhën xhamat, për të folurit, përmes përgojimit, fjalëve të turpshme. Mendoje xhamat sa të njeriu që nga kur lind dielli dhe deri kur të perëndoje dhe deri kur të beri me fletë, sa fjalë të turpshme fol. Jo të gjithë, po sa fjalë të turpshme folin dhe gjithmonë duke mendu xhamat se Zoti për çdo njeri ka vendos ka di melaçe. Dhe ato shënojnë çdo të vogël dhe të madhe. Po me të thonë ti edhe mu xhamat, këshire se kujdes në e menën, para filonit mu s'fol, edhe ti i shumë i kujdesshëm. Shka o bëhe me filonin be, po shumë i flit shka goja, jës. Do thot, një kujdes madhë para filonit, po ku me të xhamat turpi jonë, me mendu para me lacheve, edhe mi dëgju, edhe me shkëru ato fjalë të rtopshme në Zot. Pastaj, potenciali tjetër, hipokrizia, mburrja, grindja e përlame mes vete, thashethenëmeve, gënjeshtra dhe shumë gjana tjera xhamat. Krejt këto bëhen përmes gjuhës, që është një krim i madh, po mendoje edhe anën pozitive. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhi salam, besimi i robit, pra imani i besimtarit është i plot, përderisa zemra e tij është e ndrequr. Deri zemra e tij është e drejtë. Dhe zemra e tij nuk mund ndreqet derisa gjuha e tij nuk ndreqet. Pra këtë ka të bëjë xhamat, këtë informacionin e merr pra zemra jon nga të folurit dhe nga të dëgjuarit. Çfarë i japim zemrës, ajo ka me reagu në jetën tonë të përditshme. Transmeton Ebu Hurajre se Ibn Abbasi ka thonë kështu: në ditën e gjykimit nuk ka asnjë pjesë të trupit që do të shkaktoj më shumë ankth dhe zemërim se sa gjuha. Në ditën e gjykimit, më shumë ti çfarë ka mira pishman njeriu, edhe ka mu zemëru me vetveten nga gjuha e tij xhamat, kur dëgjon çetëriç. Pastaj ka thonë, këtë rast kur e ka përmend këtë fjali Ibn Abbasi, ka thonë, nëse nuk shfrytëzohet ajo për të fol dhe për të urdhënuar për të mirë. E lumi ai xhamat që kur do të dale para Zotit, gjuha e tij, fjalët e tija kanë mu kanë pra faqebardh me ato gjitha ato të mira që i ka fol nga mëngjesi e deri kur ka ra pra me pushu. Do e përmend me xhamat një histori e cila është shumë herë ndëgjume. Mirë po, në serë që e dëgjojmë edhe serë që e lexojmë, interesant sikur na i rikujton edhe unë që po foli këtu para juve, po besoj se ju që po e dëgjoni. Rastin e Lukmanit të urtë. Zoti në Kur'an ka zbrit një sure për ta. Ka qenë rob të një njeri shumë i mençur dhe shumë i urtë. Ka qenë rob të një njeri shumë i mençur dhe i urtë. Ki zotnia xhamat ka hetu të Lukmani një aftësi të jashtëzakonshme në raport me të tjerët. Në raport me të tjerët e ka pa. Dhe një ditë i thotë Lukmanit, thotë të ma presh një dele, me ma therr një dele, dhe me ma përu pjesët më të mirë që e ka delja në trup. Edhe me të therrurat dele, Lukmani ja be zemrën edhe ja be gjuhën. Pas disa ditësh po të njëjtën kërkesë, zotnia kërkon nga robi Lukman. Po i them robi sepse ka qenë alo rob edhe pse ndihet se si ka qenë pejgamber apo njeri i urtë, me rëndësi te zotnia i tij alo ka në rob. Thot pas një kohë thot ma presh një dele dhe ma sjell ti mu pjesën më të keqe që e ka delja.
Njëjtën gjan ka pru Lukmani xhamat. E ka pre dele, ja ka pru po gjuhën edhe zemër. E ka vetë ki njeri urt, thotë si ashtë e mundur. Njëjtën kohë më konë, kur ta kërkova më të mirën pjesë, ma pruni edhe zemrën edhe gjuhën. Kur kërkova më pjesën më të keqe që e ka ai ajvan delja pra, ma prune edhe zemrën edhe gjuhën. I ka thënë Lukmani urt, që vlen edhe për mu xhamat, edhe për ti. Nëse je njeri i mirë, thot zemra edhe gjuha jote kanë me dhonë efektin se ti do të dalësh pozitiv, njeri me efekt të mirë. Pastaj ka thënë, nëse zemra dhe gjuha jote është e keqe, shumë normale me dalë mu konë njeri i keq. Ashtë e qarë xhamat kjo? Besoj se për gjithë neve ashtë kjo shumë e qartë. Kur unë edhe ti kuptojmë realitetin e të folurit, se atë që e folim xhamat për cilës si informacion pra në zemrat tonë. Ta shdoj përmendim xhamat disa gabime që mund të ndodhin edhe që ndoshta na nuk i kushtojmë pra rëndësit, sepse njëri ka të drejtë me folë, Zoti ma ka dhënë gojën, pse mos me folë. Zoti ma ka dhënë gojën, pse mos me folë. Një prej kësaj është të folurit e panevojshëm. Një nga gabimet më të rënda që bëhen është kur ne folim pra ata çfarë është e panevojshme. Kjo një shkaku kryesor i shumë problemeve që lindurin kur njoni prej neve fol diçka kur nuk është e nevojshme. Thot me një hadith, pejgamberi jon alayhis salam, mos folni shumë pa përmend Allah. Mos folni shumë pa përmend Allahun, sepse të folurit e tillë pa përmend Allahun e ban që zemra të ngurtësohet. E njeriu më i largët për Allahut është ai i cili e ka zemrën më të ngurtë. Njeri më i largut nga Zoti, ai i cili e ka zemrën më të ngurtë. Që tash, ka përmend një dietar xhamat ka thonë kështu. Fjalët janë si shigjeta, e lëshume. Edhe aja nuk ka mundësi pra mu këthi. Po e more shigjetën, edhe e nove, edhe pastaj te e lishon. A ka mundësi a mu këthi, pra nuk ka e mundësi mu këthi. Me që nuk ka mundësi mu këthi xhamat, atëherë ajo pasoja do t'i ketë dhe vështirë se ka mundësi të korrigjohet ajo fjalë që e kemi thonë. Ajde bëmi të ralt me dhe të vetën xhamat. Sa herë jemi bën pishman kur kemi fol pa nevojë. Edhe mi thonë vetës, e pse e fola këtë fjalë? E nuk u desh me fol. Për shembull, sa herë do njerë jo krejt, po do xhamat folin pa nevojë në xhami. Ai besoj se i ka ra pishman, pse këtë kritë kanë kthite ai, pse be po fol ki njëri në xhami? Pse be ai nxon si po fol në klas? Pse me fol për shembull me një mezhlis kur nuk është veni atë jot për me fol aty. Prandaj të folët e panevojshme janë nga gabimet që mund të ndodhin tek besimtari. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, robi flet fjalë pasojat e të cilave që nuk i kupton dhe për të cilat zhitet në thellësitë e zjarrit më larg se sa distanca mes lindjes dhe perëndimit. Do thot deri që tu shkon në xhamat, një pasojë e madhe e atij besimtari i cili nuk e kupton pra se çfarë ka fol, atë çfarë ka qenë e panevojshme me thonë nga gjuha e tij. Pastaj të folurit e kodhë të tepruar, jo vetëm që është i dëmshëm për shëndetin tonë shpirtëror, por edhe për shëndetin tonë fizik. A ke pa xhamat se kanë vërtetu shkencëtarët, ata të cilët bëjnë hulumtime, se kush fol tepër pa nevojë, të folurit e kot e ban që ai të ketë edhe dame në shëndetin e tij fizik. Jo vetëm në anën shpirtërore, por edhe në shëndetin e tij fizik. Cilat janë ato pasoja që mundën me ndodhë? Ka përmend një shkencëtar amerikan, James Lynch. Ai ka bë për 20 vite hulumtime shkencore xhamat. Hulumtime ka bë
me njerëzit të cilët folin shumë pa nevojë dhe ata të cilët nuk folin dhe dëgjojnë më shumë se sa folin. Edhe ai ka me një konstatim normal, me gjithë ekipin që e ka pas, thotë se ata të cilët folin shumë dhe pa nevojë kanë probleme vaskulare dhe kanë probleme me shtypjen e gjakut. Me fjalë qera xhamat, të folurit e pa nevojshëm, të folurit e tepër dhe të kotë, ka problem me zemrën dhe ka problem me shtypjen e gjakut. Edhe këtë studim që e ka bën, librin e tij e ka quajtur kështu. Ka thonë të dëgjuarit është më mirë se me fol. Që kjo është përgjigja xhamat. Me dëgju është më mirë se me fol. Edhe kështu themi xhamat. Ata të cilët kanë shtypje të lartë, ata të cilët kanë probleme me zemrën, do të ishte më mirë më pak me fol. Këta e kanë arrit me një konstatim xhamat shkencëtarët të burra. Shkencëtarët kanë zbulu se edhe ata një zbulim xhamat për 20 vite radhazi dhe thotë kështu është e barabartë kjo. Të folit e tepër dhe pa nevojshëm dhe të kotë ka probleme kardiovaskulare dhe ka probleme me shtypjen e gjakut. Kushdo pra me ndi vetën rahat, ma shumë falja veshin se sa gojës tonë pra me fol ata. Disa nga mëkatet xhamat që bërojnë nga gjuha apo të folurit tonë është të folit për fenë e Allahut pa dituri. Edhe këtu e kemi një defekt të madh xhamat na, në përgjithësi të folurit për fenë e Allahut pa dituri. Pse për shembull njëri prej neve nuk po ndalet me fol për një drejtim në inxhinieri. Apo me i dalë zot një mjeshtri me thonë ti që këta ki li, une po i dalë zot qësaj. Apo me shku të doktori neurologjia, atje mi thonë filan doktorit, dil piziri, pse? Dil se une të jap diagnozën, une të jap receptin edhe ti shko. Po kjo neve, ato në shkaktu një problem përgjithshëm xhamat, shoqërinë tonë, kur i dalim zot asaj çfarë nuk kemi pra dituri. E dini sa është shumë me rëndësi me thonë, nuk e di. Ashtë mirë të konsultohem, ta veti filani çfarë po thot. Krejt që ato ti të bojnë pra rahat, janë problemet më dhaja që po dalin disa për shembull, folin për fenë e Allahut e nuk kanë dituri. E dita xhamat shpifja apo biftani konsiderohet prej 7 mëkateve shkatërruese. E sidomos xhamat shpifja që ka të bëjnë për gratë e ndershme. Një kujdes të madh xhamat, një kujdes të madh duhet me pas na parasysh kur folim, sidomos kur shpifim për gratë e ndershme. E pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu: ruajuni 7 mëkateve shkatërruese. Njëna prej tyre ka përmend shpifjet për gratë e ndershme. Do thotë ka thonë ruaju nga 7 mëkatet shkatërruese, e një prej kësaj ka thonë kushdo që fol pra ban biftan për gratë e ndershme. Dhe tani kjo nuk i bie xhamat, nuk e ka kuptimin që tash e po as ban me fol për atë palën tjetër. Për atë palën tjetër, ajo kushdo të qoftë ka përgjegjësinë para Zotit, ka prindër, ka babën, ka vllavin, ka nanën, krejt këto. E jona është pra na mos mu marr me të tjerët, po në me rëndësi mu marr pra me vetveten. Walid bin Munabbih ka thonë kështu: të gjithë njerëzit e mençur janë të pajtimit se kulmi i urtësisë është heshtja. Gjithë njerëzit e mençur kanë thonë se kulmi i urtësisë është pra heshtja. Pastaj është mirë të preokupohemi me përmirësimin e vetvetes. Një njeri xhamat që merret me veten e tij nuk ka kohë mu marr me të tjerët. Ai cili ka dert familjen e vet, ai cili ka dert vetveten, fëmijët e vet, me gruan e vet, ki nuk ka kohë xhamat mu marr me të tjerët. Edhe e kupton për këta si përgjegjësi personale dhe kuptohet ki njeri pra
nuk hin në kompetencat e të tjerëve. Obligimi jonë xhamat është që na të kujdesemi për veten, për familjen dhe të urnojmë për të mirë. E mos bredhim kështu, mos bredhim lart e poshtë, mu marrë pra me jetën e të tjerëve. Interesohu me çdo kusht, për fëmijën tanë, për djalin, për vajzën. Kjo është shumë me rëndësi mu marrë me familjen. Kur ne secili mi marrëmi me familjen tonë, në edukimin e tyre, në veshmbathjen, në furnizimin me ushqim, me shumë gjana të mira, kush secili do të ruan familjen e vet. Dhe pastaj ato familje dalin të shëndosha, dhe në shoqëri ka me pas rezultate pozitive dhe do të shifat hajri. Abdullah ibn Abasi ka thonë kështu: 5 sende janë të vlefshme se sa një turm i kafshëve të shtrenjta. Në të kohë xhamat, Abdullah ibn Abasi e ka përmend atë turmën apo kopen e kafshëve të shtrenjta. Kafsha e shtrenjtë në atë kohë ka qenë pra devja. Si me thonë fjalorin e sotshëm, për shembull, një send që janë shumë i shtrenjtë. Mund të më konë një aeroplan, një kerr, një BMW, apo çfarë do. Thotë çato sende janë më shtrenjta se sa një send që janë shumë e shtrenjtë, për shembull në kohën e sotit. E para, mos fol për ata që nuk të intereson, sepse kjo është e tepërt dhe nuk je i sigurt nga mosmbarrja e gjunahit. Mos fol për ata që nuk të intereson. Shumë e rëndësi xhamat. Nuk më intereson edhe s'kam shka foli, pse kush do të që fol për ata çfarë ti nuk i intereson, nuk kanë në dobinë e ti, nuk ka mundësi pra mi hik gjunahit. E dita ka përmend Abdullah ibn Abasi, ka thonë po ashtu mos fol për ata që të intereson, pa ja gjet fjalës vendin. Po do me fol, po me ja gjet pra fjalës vendin, edhe që kjo shumë më rëndësi. Sa njerëz folin e ka fol një fjalë të mirë, i ka interesu, mirë po nuk e ka gjet kohën edhe momentin, edhe njeri të ata që duhet me ja thonë atë fjalë. Për shembull, nuk i folit atij që i ka bo 50 vet, mi thonë këshire të i banë një regull të merë lexo që ki libër, ki ka bo 50 vet, ki ka qira gajle. Ki mirë po fol, mirë po venin së në ka gjetë atë që duhet me ja thonë. Ati që i ka dalë në penzion, që ti mi ka dzuti, sa është me rëndësi me punu. Pa i ka dalë në penzion për punës, ti pi fol ati sa rëndësi me punu. Prandaj, fjale e mirë, duhet i përshtatët vendit, kohës edhe personit që i drejtohesh ati. Ka thonë pasaj Abdullah ibn Mesudi, mos o fjalos as me një njeri të urt, edhe as me njeri që janë shmendjelet. Sepse i urti nuk do të shmoj kur. Po fjalose me njerin e urt dhe të mençur, kur nuk ka me të shmu as njëherë. Dhe pastaj ka thonë, ndërsa mendjeleti do të ofendoje. Ati hitë si vend zor, edhe kur si bandë vonë, a i ti me të ofendu. Pra du të me pas kujdes, mos mu fjalos me njerin e urt dhe a i njeri cilin është mendjelet. Ka thonë, në mos prani të vllavut tënd, përmende për atë gjë për të cilën ti ki e qef, a i me fol për ti e mirë. Nuk ka shpilani ati, me një me gjlet që i ka aj, si që ki e qef ti, kja është shumë e rëndësi gjëmo. A ki e qef për filani për ti me fol mirë, mua ashtu edhe ti dush mu kujdes me fol mirë për filani për deri se nuk kanë shnat mend ati. Kjo, kur fol ti mirë, a dini shfar do të thot gjëmat, shfar do të thot ti kur ja e fjales mirë, njerit i cili nuk kanë shprezent. Ama nëse nisim na lumtojmë, edhe marrim na snajperin, kështu po shprehem, edhe në detaje nisim e analizojmë filanin, e skanojmë krejt, adhe të lutëm xhamat, kush nuk ka prej neve, dë një pikë zez një jetën e tij. Kush më shumë, por e jona xhamat, që na të folin për filanin, pikën e fundit, bëje punën e cite ati që shihet se shpërblehesh për mirësi, e dënohesh për mëkat. Bën e punën si të filani po bën një punë që ka më shpërbli, ka njerëzit me njoft edhe kanë me respektu, dhe Zoti ka me dhënë sevapin. Mundohu me bën si filani mirë. Po pastaj ka thonë, mos harrose, po e bani si filani që është një punë e keqe, sigurisht pra ai njeriu do të dënohet për mëkatin e tij që e ka bën.
Dhe për fund, du ta përmendi një ngjarje xhamat, që e kemi ndëgjuar edhe e kemi lexuar dhe e kemi thonë këtu para xhamatit, kur bëhet fjalë të folurit mirë, kanë qenë di shok që janë marrë me tregti xhamat. Di shok shumë të ngushtë familjarë mes vete. Njëri ka shit mjalt e njëri tjetri ka shit ufull. Ki që ka shit ufull xhamat ka pas shumë punë, i ka ecë tregtia. Këti që ka shit mjalt nuk i ka shku puna, nuk ka pas pazar, nuk ka pas shitje, dhe ki ka mendu ta uli pak çmimin e mjaltit se ndoshta të çmimi ashtë. Përsëri e njëjta gjë. Dhe ditë në mbrëmje kur kanë shkuar në shtëpi, i ka thonë atij, thotë, çka është halli jot? Ti ufull po shet, po ki më shumë punë për dallim prej me që po shesh në mjalt. Ki në formë të shoqërisë, shokut ngushtë familjar, ka thonë, ngom thotë shoqi jam, thotë, unë shes ufull, ama fjalti kam mjalt, ama ti po shet mjalt e fjalti kije ufull. Lillahi l-Fatiha.